Që komentoni faktin që për 2 herë në radhë 2 kryetarë komunash arrin koalicion me parti tjera pa miratimin e kryesisë LDK-s në këtë rast në Prishtinë. A është ende LDK për vallë? Shqiptani, kryetarët e komunave kanë të drejtën e tyre të bëjnë marrëveshje për shumicën që ata konsiderojnë. Po nuk mund të them që ne kemi marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Po mund t'ju gënjej, po s'kemi. Po ta kemi një marrëveshje të tillë ma tregoni pra. A është Pra ende LDK? LDK-ja nuk ka bërë marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Kam komunikuar edhe me Bedri Hamzën këtë çështje. Kemi thënë, kemi marrëveshje, thamë jo s'kemi marrëveshje. Në rregull, me qenë se s'kemi marrëveshje me LDK dhe PDK, unë du të qartësoj për publikun, sepse mediat po pyesin që ka marrëveshje të tillë, se ne s'kemi. Pra, ato janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti tjera politike, por LDK me PDK nuk ka një marrëveshje të tillë. Por a është ende LDK, zoti Përparim Rama? Përparim Rama ka qenë kandidat i pavarur brenda listës së LDK-s, ai vazhdon të jetë kryetari i komunës dhe LDK-ja me çdo forcë të vetën, aq sa mundet dhe aq sa krijohet hapësirë, do të kontribuojnë në realizimin e programit fitues të LDK-s në Prishtinë. Mos harroni, ne kemi marrë mbështetje qytetare për këtë punë, jemi të interesuar të ndihmojmë Prishtinën, por nëse ju më pyesni, a kemi marrëveshje me PDK-n, nuk ka një marrëveshje të tillë dhe s'ka pas diskutime për bashkëqeverisje me PDK-n. Por janë marrëveshje të kryetarit komunës me parti tjera që i bënte të tjerët. Por LDK-ja nuk ka një marrëveshje të tillë. Për bashkëpunim me Vjosa Osmanin, a ka pas kundërshtime brenda LDK-s, sepse është thënë që ka disa zëra. Ja, s'ka zë, ka qenë atmosferë shkëlqyeshme, ka qenë mirëbesimi i mirë, atmosferë e mirë e përbashkimit. Kjo është fokusi jonë, ta kemi qartë. Por LDK-ja edhe për ju dhe për të tjerët, ta kuptoni se nuk mirret me çështje lokale në këtë fazë, kemi 30 e pak ditë para fushatës, vizionin e madh e kemi te gara arshme nacionale, te një listë fituese. Besoj shumë shpejt do të finalizohet dhe do ta kemi në publik si të tillë, edhe që është me interes edhe për vendin edhe për të ardhmen e këtij. Por me post të qartë, se herë po thoni përbashkim, herë po thoni bashkëpunim me Vjosa Osmanin. A është ju bashku Vjosa Osmani LDK-s apo keni bashkëpunim me Vjosa Osmanin dhe me kandidatët e saj për deputet? S'ka diferencë. Jo, a ko me qenë antore e LDK-s apo ko me qenë si bashkëpunim? Antore e LDK-s mund të antarësohen, mund të antarësosh edhe ti si antore e LDK-s. Mund të antarësosh çdo qytetar, po pyes për bashkëpunimin e juaj. Bashkëpunimi ynë është me një listë përbashkët brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm LDK-s, ka parti tjera brenda listës së LDK-s, këtë dijeni. Mund të kemi koalicione të vogla me parti të tjera, tani po flasim për një bashkëpunim brenda LDK-s. Zotëra Vdegjiku po flet për një listë gjerë. Po. Për a ka në emër që është zhvilluar në bashkëbisedim dhe a ke mundësi një për opinionin publik? Ka shumë emra, ka një listë përbashkuese, tani sapo dolën prej takimit, strukturat tona do të vinë edhe me emra të tjerë. Na jepni pak kohë, ti finalizojmë, ti zyrtarizojmë dhe të vijmë me një propozim konkret. A jeni të hapur për ndaj koalicion tjetër të qoftë me AKN ose nismën eventualisht? Jo, s'kemi pas diskutime të tilla, as besoj që sot kemi marrë aprovimin e strukturave të partisë për të formalizuar një marrëveshje që duhet edhe një palë tjetër ta pranoj. Në momentin që pala tjetër e diskuton dhe ulet me neve në këtë rast Vjosa Osmani me listën që mund garoj brenda këtij bashkëpunimi, e finalizojmë brenda Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s dhe merr fund kjo çështje. Cili do të jetë pozicionimi i asambleësve të komunës së Prishtinës? A do të jeni tash në opozitë me të që keni përshtatje me Përparim? Jo, nuk kemi në opozitë, nëse o di. LDK është në qeverisje dhe LDK ka 15 asambleës si forca më e madhe politike në Prishtinë. Unë po ju them që LDK nuk ka marrëveshje me PDK-n, për hapa tjera mpretni mas zgjedhjeve. Tash jam interesuar veç me bë bashkimin e madh, me bë një listë fituese, me vendos një kandidat të shkëlqyeshme për presidente, një kandidat mirë për kryeministër, edhe unë bashkë me këta 110 tjerë që jemi bashkë, me arrit një rezultat të mirë që besoj është i mirë edhe për qytetarët e Kosovës. Edhe për Xhafer Tahirin apo do të thonë me prit mas zgjedhjeve për ardhën zgjedhje tjera? Xhafer Tahirit ja kemi refuzuar dorëheqjen dhe ai do të vazhdojë të jetë kryetari i Degës së Ushtrisë. Faleminderit shumë. Faleminderit.